Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapje në fazës së tretë të garës për investime për infrastrukturën e tregjeve, hapësirave multifunksionale, rrugë tregtare në zona model zhvillimi, si dhe ndërhyrje për rritjen e ofertës turistike dhe për përmirësimin funksional dhe estetik të Bregdetit në Durrës. Fondi limit arrin vlerën 540 milion e 893 mijë lekë. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, zona në të cilën do të realizohet projekti shtrihet nga ura e Dajlanit deri te Kavaleshenca. Ky projekt synon transformimin e vijës bregdetare të qytetit të Durrësit në një destinacion bashkëkohor turistik, rekreativ dhe urban, përmes ndërhyrjeve arkitekturore e urbane të planifikuara. Projekti përfshin zgjerimin e plazhit ekzistues, krijimin e një parku linear të gjelbër përgjatë vijës detare, zhvillimin e hapësirave publike multifunksionale dhe integrimin e infrastrukturës së re rekreative e sportive. Zona ka një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike dhe sociale të qytetit dhe infrastruktura ekzistuese ofron mundësi për përmirësime që do të rrisnin cilësinë e përvojës për banorët dhe vizitorët. Hapësirat e kalimit shtrihen në mënyrë të rregullt përgjatë vijës bregdetare, por në disa segmente këto lidhje janë të ndërprera ose jo të mjaftueshme për të përballuar flukset e larta gjatë sezonit turistik, duke krijuar ngarkesa në pikat hyrëse. Andaj do të krijon kalime të dedikuara për biçikleta dhe këmbësor që do të rrisin lehtësinë e lëvizjes dhe sigurinë në zonë. Parkimet janë të shpërndara përgjatë aksit kryesor dhe në disa pika strategjike pranë hyrjeve kryesore të shëtitores. Kapaciteti aktual i parkimeve është i kufizuar në raport me kërkesën, gjë që sjell shpesh mbi ngarkesë në infrastrukturën rrugore. Sipas projektit, do të ndërtohen parkimet nëntoksore ose parkime satelitore të lidhura me transport publik, që do të ndihmojnë në menaxhimin më efikas të trafikut në këtë zonë me rëndësi strategjike turistike. Ndërkohë në plazhin publik janë konstatuar ndërhyrje jo të standardizuara dhe mungesë e qartësisë midis zonave publike e private. Me anë të këtij projekti, synohet standardizimi i pajisjeve urbane dhe sinjalistikës së ndriçimit. Këto ndërhyrje do të krijojnë një ambient më estetik dhe më të aksesueshëm për të gjithë. Për të plotësuar kërkesat e komunitetit dhe vizitorëve, investimi përfshin një gamë të gjerë hapësirash rekreative dhe shërbimesh publike, si kinema në natyrë, hapësira për evente kulturore, aktivitete publike dhe festivale, rrjet restorantesh, bare plazhe dhe hapësira gastronomike, qendra sportive, fusha lojrash, palestra në natyrë dhe aktivitete për fëmijë me fokus relaksin, mirëqenie dhe qetësi. Ndër të tjera, do të ndërtohen pavione të përshtatura për shërbime, rekreacion dhe informacion, stola terrazzo si struktura sociale ku janë projektuar si elemente uljeje funksionale dhe dekorative përgjatë parkut. Gjithashtu, do të ndërtohen parkim për biçikleta për të nxitur mobilitetin e qëndrueshëm, kulla vërtimi përgjatë gjithë gjatësisë së plazhit, platformë për qendër turistike, platforma për shërbime komerciale, zona panoramike për pushim dhe relaks, thuhet në dokument.